Armand, përmendëm çfarë përmban kërkesa e SPAK-ut sot për zonjën Balluku. Po të kemi parasysh atë që të premten e shkuar u quajt fitore e Ramës në komentet e studiove gazetarëve, analistëve që riktheu zonjën Balluku, mund të themi që ishte një para përgatitje edhe nga ana e SPAK-ut, nëse gjykata kushtetuese do ta kthente në detyrë, pra debati i gjatë që ndodhi 4 seanca që u shtyn për dhënë këtë vendimarrje. Duhet kemi parasysh që masa e sigurisë ndaj zonës Balluku, masat e para të sigurisë ndaj pezullimi, që ta kemi të qartë për audiencën. Masat e para të sigurisë ndaj saj caktuara në 19 dhjetor nga gjykata e posaçme, ajo e pezullimit nga detyra dhe ndalimit daljes jashtë shtetit u caktua në kushtet e mungesës. 2 ditë pas 19 dhjetorit, në 21 nëntor në dies, zonja Balluku ishte prezente në gjykatën e posaçme, ku këto kërkesa, këto masa sigurie të caktuara në mungesë u miratuan edhe në seancën që konsiderohet pra e komunikimit të masës sigurie, seanca e marrjes në pyetje. Më pas ishte reagimi i zotit Rama, i cili duke konsideruar si antikushtetues pezullimin nga detyrat të një antarit të qeverisë dhe duke konsideruar se gjyqësori kishte ndërhyrë në kompetenca të ekzekutivit, 2 pushtete të pavarur nga njëri tjetri. Madje dhunshëm, tha, ndërhyrje dhunshëm. Të pavarur nga njëri tjetri kishin ndërhyrë tek ekzekutivi, ju drejtuam një kërkesë gjykatës kushtetuese ku kërkoi një interpretim kushtetues të këtij momenti, pra nëse mundet apo jo një organ gjyqësor, gjykata mundet apo jo të pezullojë nga detyra një antar të Këshillit Ministrave, një antar të qeverisë. Dhe debati që ngjalli gjithë ky moment ishte për faktin se ne kemi të parashikuar në legjislacionin shqiptar vetëm disa pozicione të caktuara për cilat vendimi i gjykatës nuk mund të pezullojë nga detyra dhe mes këtyre janë deputetët, pra persona që janë të zgjedhur nga qytetarë tjerë të Republikës, siç janë deputetët që nuk mund të pezullohen me një vendim gjykate, kryetarët e bashkive që nuk mund të pezullohen me një vendim gjyqësor dhe po ashtu antarët e Këshillit Bashkiak nuk mund të pezullohen me një vendim gjyqësor. Të treja këto si kategori që janë të zgjedhur, pra gjykata nuk mund të kalojë mbi përtej vullnetit të qindra apo mijëra qytetarëve zgjedhësve që i kanë votuar. Për çdo funksion tjetër publik shtetëror, gjykata mund vendos pezullim nga detyra, ashtu sikurse vendosi për zonën Balluku. Por nga ana e kryeministrit, kjo u interpretua pra si një ndërhyrje e dhunshme në kompetencat nga një pushtet në kompetencat e një pushteti tjetër. U depozitua një ankim kushtetuese, por bashkangjitur këtij ankimi u kërkua edhe në formën një masë sigurie pezullimi i efekteve të vendimit gjykatës, sa i takonte pezullimit nga detyra të zonjës Balluku. Dhe ajo çka vendosi kushtetuesja në një mbledhje të gjyqtarëve, pasi në filtin në paraprak nuk mundi të kishte një dakordsi unanime të 3 antarë. Vendimor nga të 8 antarët e gjykatës kushtetuese. Dhe bë me mbledhje të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese me 8 antarët e saj. U vendos me shumicë votash që me një shumicë 5-3 u vendos që të pranohej pra pezullimi i efekteve të vendimit të shkallës parë gjykatës posaçme dhe të kthehej në detyrë zonja Balluku. U laj pa prekur, pra u shfuqizua, e thënë thjesht, u shfuqizua pezullimi. U pezullua pezullimi e përdorën ne. Pezullimi, prandaj se duket si lojë fjalësh, u pezullua pezullimi i bërë nga gjykata e shkallës parë, u laj pa cënuar vendimi për ndalimin e zonjës Balluku për të dalë jashtë vendit. Pra ai vijon të jetë në fuqi. Ndërkohë që në 22 janar, pra kjo është një masë paraprake, ndaj përmenda në formën e një masë sigurie, është një ose e thon gjë juridike, një sigurimi pa dije. Vetëm një zhvillim paraprak, një vendim paraprak i gjykatës posaçme për të pezulluar pezullimin. Ndërkohë që në datën 22 janar, gjykata e posaçme, gjykata kushtetuese do duhet të shprehet me në themel për çështjen. Për thelbin e çështjes, nëse ka pasur apo jo ndërhyrje dhe për të vendosur më pas edhe një praktik për ta qartësuar këtë një herë mirë, nëse mund pezullohet nga detyra një antar i Këshillit Ministrave apo nuk mund pezullohet. Por paralelisht me gjykatën kushtetuese, Belinda Balluku e ka ankimuar masën. Ka bërë edhe ankim dhe në apelin e gjykos. Në 18 janar, pra takon pak ditë përpara se shprehet kushtetuesja, edhe gjykata e apelit posaçëm do vlerësoj nëse
ishte apo jo i duhuri vendimarrja e shkallës parë, nëse duhej apo jo pezulluar zonja Balluku, nëse ishin apo jo ato dy masa që u caktuan ndaj saj, masat më komforte. Por duhet kemi parasysh që pezullimi nga detyra, pra dy masat e para të marra ndaj zonjës Balluku në arsyetimin e vendimit gjyqësor ndaj saj, sipas gjykatës posaçme, qoftë pezullimi nga detyra, por edhe ndalimi i daljes jashtë vendit ishte pikërisht në përshtatshmëri me kushtet e nevojës të caktimit të masës sigurie, pasi sipas gjyqtarit Erion Çela, ekzistonte mundësia që zonja Balluku, por njëkohësisht edhe dy bashkëndehërit e saj, dy drejtorët e Keshit dhe ARSH-s, mos gaboj. Dhe i ARSH, për shkak të pozicionit që kishin, influencës që kishin, mund të dëmtonin prova. Mund të vështirësonin marrjen e tyre, mund të intimidonin dëshmitar dhe po ashtu për zonjën Balluku, sipas gjykatës posaçme, ekzistonte edhe rreziku i largimit të saj. Pikërisht bazuar mbi këto kritere, mbi këto dyshime të arsyeshme të gjykatës posaçme, dyshime të ngritura nga SPAK, u vlerësua dhe u arsyetua se duhet ishin këto dy masat. Nga ana tjetër unë besoj se të paktën SPAK në strategjinë e tij të ngriturit akuzës, kam përshtypjen që duke dhënë një masë, po themi dy masa të buta, mbase pati pritshmëritë, po themi jo prokurori çështjes, po gjithë institucioni SPAK, mbase pati pritshmëritë për, nuk e di, një dorëheqje vullnetare, po themi, të zonjës Balluku, lënien e saj të lirë përballë hetimit. Por dorëheqja nuk ndodhi, çështja shkoi kushtetuese nga kryeministri. E them këto për shkak të ndikimit që zonja Balluku mund të jap në dëmtimin e provave. Gjithmonë referuar dyshimeve të ngritura nga SPAK. Pasi SPAK prandaj e largoi, po themi, nga karrikja e zëvendës kryeministres dhe ministres me pretendime se duke qenë në detyrë, duke qenë titulare e institucionit, duke qenë çdo ditë në institucion dhe kur një prova shkresore janë të gjitha prova, janë të gjitha akte shkresore të përpiluara, të prodhuara nga shumëti nga vetë institucioni ose nga varësit e zonjës Balluku, do të ekzistonte rreziku që të dëmtoheshin prova, të vështirësohej marrja e tyre nëse të tjerë agjentë Byros Kombëtar të Hetimit do të trokisnin në dyert e Ministrisë së Infrastrukturës për të tërhequr apo për të kërkuar dokumentacion tjetër, dhe patjetër mund të intimidoheshin dëshmitar, zyrtar apo funksionar që janë pyetur të asaj ministrie që kanë dhënë shpjegime. Kur kjo nuk ndodhi, pra kur edhe pse u provua, po themi, një mënyrë më e butë të caktojmë apo të kërkojmë një masë sigurie më të butë me mendimin se mbase zonja Balluku vullnetarisht do të dorëzonte detyrën për qenë edhe përballë drejtësisë, por edhe për të pamundsuar këtë rrezikun, po themi, qoftë të dëmtimit provave të dyshuar, të dëmtimit provave apo të intimidimit të dëshmitarëve.